Projekti është një atë. Çfarë ka në Bistonin për Bistonin? No, se po buon zgjidhje deri, no? I tham pa bërë ato s'ka zgjë. Dhe ne që kemi miratuar pas shumë breakeve dhe ishit në probleme. I vizituar. Kështu që me këtë investim besoj se do të kemi akoma shumë. Që do të Ishte pa po unë që teknikisht Ministri I Kulturës Blendi Goxha ka lançuar projektin e ri tashmë për Kalan Rzafa. Çfarë parashikon dhe ku do të ndërhyet konkretisht dhe çfarë pritet të transformojë ndoshta në shërbim të turizmit mbi investimit jo? Realisht kjo ndërhyrje që pritet të fillojë shumë shpejt, një investim që është që në krye të herës projektuar dhe hartuar I gjithë projekti nga Fundi Shqiptar I Zhvillimit dhe do financohet nga Banka Botërore dhe nga Bergji. Është ndoshta ndër ndërhyrjet më të rëndësishme që bën në Kalan e Shkodrës pas ndoshta 3-4 dekadash, që nga ndërhyrjet më të mëdha që mund të jenë bërë në Kala gjatë viteve 80.
Bëhet fjalë për një nga monumentet më të vizitueshme në vendin tonë, ndaj edhe fokusi i këtij investimi do të jetë kryesisht tek infrastruktura mbështetëse, logjistika nevojshme për fluksin turistik. Duke filluar që nga parkingu i dedikuar për autobusët, një parking i dedikuar për mjetet më të vogla, furnizimin e kalas së Shkodrës me ujë, një problematikë kjo e mbartur prej vitesh, dhe duke furnizuar kalan me ujë do kemi mundësinë që të investohet më pas gjatë këtij për zbatimit të këtij projekti edhe për nyjet e reja sanitare brenda në kala, rritjen e parametrave mbrojtës të kalas, parmakët, rritja sigurisë për vizitorët, arredimi urban do ketë një ndërhyrje edhe në arredimin urban brenda në kala, me stola, ndriçim të ri të brendshëm të kalas, shtigjeve të reja, sinjalistikën e nevojshme për vizitorët, dhe krijimi i një këndi të aktiviteteve, eventeve kulturore në kala, një këndi të përhershëm, instalimin e një skene për evente të ndryshme kulturore që zhvillohen në kala prej vitesh tashmë në Shkodër, dhe çka është e rëndësishme, një ndërhyrje edhe tek godina, kapitineria mesjetare që sot shërben si Muzeu i Kështjellës, do ketë një ndërhyrje kryesisht në strukturën e saj për të evituar problematikat që ka me lagështirën si ndërtesë. Pra, po ashtu edhe disa investimet e tjera si vendosja e vërtetësve statik që vinë kryesisht në aspektin e arredimit urban të sitit dhe rrisin ofertën dhe edhe vetë mënyrën se si ne e shesim këtë produkt që kemi shumë të rëndësishëm në rajonin e Shkodrës. Edhe si ekspert i fushës, por edhe si drejtues institucioni, ndoshta është ende s'ka filluar investimi, por një nga ndoshta meratçet që kanë në këtë moment është nuk do të rrezikohet apo të preket asnjë gjë historike e kalasë së Shkodrës. Atëherë, projekti ka pasur parasysh që bëhet fjalë për një nga monumentet më të rëndësishme, bëhet fjalë për një projekt që do zbatohet edhe në zonën arkeologjike A, ku çdo projekt, çdo punim pra do ketë edhe mbikëqyrjen arkeologjike të specialistëve përkatës, drejtoria rajonale do jetë aty e përfshirë në çdo fazë të këtij projekti dhe janë marrë parasysh që të mos ketë ndërhyrje në arkitekturën dhe në vlerat historike të objektit. Ndërhyrjet do jenë minimaliste, kryesisht në mure për evitimin e vegetacionit dhe plotësimin e fugave, boshllëqeve që ka në muret perimetrale të kalas. Rritjes së sigurisë edhe për vizitorët. Absolutisht, absolutisht. Për xhamin e Plumit, sot xhamia e Plumit kena kanë na grupi i mikgjysave, institut drejtë evolojnë nuk pra edhe vetë procedurat e restaurimit, materialet që përdoren sot nuk janë ata që janë përdorur vitet për parkimin me thënë drejtë. Absolutisht është një problematikë që na zill përfundimisht, sa aty është një kaos total. Ministri e tha e nuk e tha krejt, po gjithsesi një pra, çai kthehet shtetit mbrapa. Po këtë më kthym. Po ideja